miqtë e mi. Këtë herë do të vim me një rrëfim që është shumë i dhimbshëm. Një rrëfim që e ka bërë këtë zonjë të pendohet për gabimin që ka bërë gjatë gjithë jetës. Nuk e ka dashur kur vjerën e saj, nuk e ka respektuar kur vjerën e saj. Por në momentin që Zoti ja ka sjellur sprovën për të përjetuar, personi i cili i ka ndenjur më afër se kur në ditët më të vështira të jetës së saj, ka qenë pikërisht vjera. Dhe ky rrëfim është nga ato rrëfime që të bën vërtet të jesh me lot. Nganjëherë jeta të vendos përballë pasqyrës më të madhe, ndërgjegjes tënde. E kupton se gabimet e djeshme janë plagë që nuk shërohen lehtë, sidomos kur ato lidhen me njerëzit që kanë qenë aty për ty, kur askush tjetër nuk ishte.